Zaikun e bashkëpunimit tonë, ku I kam ato çështje të ishme. Biseduam edhe për veprimet, vendimet të cilat I ka marrë qeveria e Kosovës në luftën kundër terrorizmit, për cilat veprime dhe vendime ne kemi pas një bashkëpunim dhe koordinim mirë me Tiranën zyrtare, por me shumë partnerë të tjerë relevant ndërkombëtar, dhe do të jemi të pa kompromis në një betejë të tillë kundër terrorizmit ndërkombëtar, me që ajo çfarë po ndodh aktualisht në lindjet e mesme do të ketë dhe mund të ketë efekte edhe për rajonin e Evropës juglindore. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një mbështetëse e një raporti të institucionalizuar të NATO-s me Kosovën. Është kënaqësi për ne të konstatojmë që qeveria në Kosovë është në krye të gjitha zhvillimeve rajonale dhe zhvillimeve ndërkombëtare, kryesisht bashkëpunimi me gjitha agjencitë ndërkombëtare pavarësisht vështirësive objektive që ka Kosova në luftën ndaj terrorizmit. Sot, së bashku me kolegun Hoxhaj, do të udhtojmë për në Milano, ku nesër do të kemi fatin dhe kënaqësinë të përurojmë edhe konsulatën e re shqiptare në Milano, e cila është një prej, le të themi, zotimeve tona në partneritetin strategjik dhe në marrëveshjen e nënshkruar së bashku, një konsulatë e cila do t'i shërbej shqiptarëve me kontributin ton dhe të qeverisë të Kosovës. Njëra prej pikave të këtij partneriteti strategjik ka qenë që Kosova të ndihmohet në antarësimin e saj në organizata të ndryshme. Sot në Tiranë mund të konfirmojmë mburrje që ne jemi bërë antar të CCP-s, që është organizata më e madhe në Evropën juglindore, falë mbështetjes së Shqipërisë, po shtetet tjera të rajonit, po falë bashkëpunimit që kemi pas me Tiranën. Jemi po ashtu antar të organizatës Mari, e cila merret me migrim ilegal dhe që është kyç për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Jemi bërë antar të Komisionit të Venedikut, që është pjesë e Këshillit të Evropës. Sot dua t'ju them që prej atyre vendimet të cilat janë marrë në mbledhjen e Prizrenit, 90% të tyre janë implementuar, janë jetësuar, janë zbatuar deri më tash. Ajo se çfarë ka ndodhur në Prizren kanë qenë vendime të menduara që duhet të zbatohen në vitin 2014 dhe mendoj që ka koha që këtij partneriteti t'ia ofrojmë një përmbajtje 5 vjeçare, ndoshta 10 vjeçare, se si do duhet duken relacionet Kosovë-Shqipëri.